Pra, qefi ma ka, por... Jo, çështja është që situata është shumë e komplikuar dhe Brikena po prapë është pak vajzë e komplikuar. Se që nga rrjedha, po ty ajo prandaj të pëlqen se është vajzë e komplikuar, po siç ka ardhur njohja këtu brenda, domethënë komunikimi që kemi pasur ka qenë gjithmonë komunikimin tension edhe dyshimi mos Mateo ka hyrë këtu për të bërë lojë me Brikenën. Po. Kjo është pikpyetja që e ka në kohë. Edhe ka qenë kjo gjithmonë arsyeja pse unë i kam qëndruar larg, se kam dashur t'ja fitoj besimin dal nga dal, duke ajo e parë që unë s'kam marrë këtu me të keq. Besimi fitohet pika, ti besimin e fiton të nejt lartë, ti me i cep, po me i cep, që fiton besimin ti me i person? Unë ta kam thënë ty, unë vi ke ngrofse, ti kalon ke ngrofsa tjetër. E kupton, unë nuk arrit do të marr sinjale. Edhe në qoftë se ti thu që ne nuk shikohemi në përshpi, unë jam gjithë ditën duke ndjek ty me sy në përshpi. Mateo, veç Ledion, në qoftë me lejon. Po, jeni me njëri tjetrin, shiko, jeni me njëri tjetrin aty. Okej, unë ja kam thënë edhe Mateo, si kam thënë Mateo, përderisa mami jam t'jepi dorën, për atë çështje unë kum kry, unë aty as nuk i lypi shpjegime pse ka bë, çka ka fol, u kry përderisa mami jam nuk është prek, i ka hap dorën, unë jam shumë në rregull, po që Mateo del dhe thot unë kam pëlqim dhe domethënë tër ditën nuk e shohim njëri tjetrin sy, ai nuk është pëlqim. Unë prej që ka ardhur, ja kam jep dorën edhe i kam thënë për mua je sikur banor tjetër, nuk është se i kam thënë më rri larg, a kupton? Unë normal se qëndroj larg se i kam dyshimet e mia, i kam dyshime ky djalë apo i bën këto gjeste për lojë, a ka ardhur këtu për me përdor këtë situatë për lojë. Unë i kam dyshimet e mia. Po ti si mashkull nëse ke i pëlqim, se unë e kam shpreh që nuk kam pëlqim. Po ky që ka thënë unë kam pëlqim, ti si mashkull që ke i pëlqim, i mashkull që ka i pëlqim sillet ndryshe, nuk po them me ardh tërkon aty më mbezdis, po të paktën një mirëmëngjesi ose të paktën më thon, "Ok, a dalim a e pimi kafe anë xho." Ky vjen me më fol mua vetëm kur ndodhin situatat në prime. Edhe pastaj del dhe thot, "Un kam pëlqim për të", kur për mendimin tim nuk është as pak e vërtetë, se unë kur e shoh i mashkull në sy, unë e shoh a ka pëlqim për mua s'ka. Për mendimin tim Mateo po shfrytëzon këtë gjë se nuk ka pëlqim për mua. Ky është mendimi im. Pra ti thua që Mateo, edhe me veprimet që ka bërë aty brenda në shtëpi, nuk ka pëlqim për ty. O, Ledian, si që thash për mu, ka qenë situata më shumë se e sikletshme. Unë me time... Mund t'ju duke mi gotë se mirë, kështu adin, mund t'ja pëlqej syrit, adin syrit ti mund t'i... Po jo me se nuk të hipnotizohem unë se është i gotë se mirë dhe bukur. Po që ky del dhe thot dhe del gjithmonë i prekur se ka i pëlqim se anej se knej, dhe unë kur nuk ja kam dalë, nuk i kam thonë kur mos hajde me më folë. Po ti gjë tjetër thu, gjë tjetër bën. Ky si mashkull du të me ardhë vetë me thonë, mirë më gjesi, a pimi kafe bashkës, po të marrë me batën kohën, po ky po shpreh pëlqim. Unë nuk kam shpreh pëlqim, kështu që unë jam shumë koherente me atë që thëm dhe atë që bëj. Unë kam thënë, nuk kam pëlqim. Unë nuk po them që Brikena e ka gabim, se normal dhe iki mashkull ke femër, unë nuk pretendoj të di Brikena ke unë. Po në momentin që unë Brikena si afrohem, ajo largohet. Momentin që unë e shoh dhe ajo heq syt, mua më duket vetja sikur unë e vej gjatë gjithë kohës siklet. Mu pak më kanë thënë të gjithë shtëpi që ti e përndjek, i shko mrapa e të gjitha, kjo mu më step akoma më shumë se unë mendoj realisht se të bezdis. Po pse i beson... Jo se nuk duhet viju të flasë. Po pse i beson ti ata të shtëpis në këtë rast, dhe nuk i beson në rastet të tjera? Që më rrit distant, edhe më duket vetja i bezdisshëm. Unë i kam dyshimet e mia, unë i kam dyshimet e mia me ty, unë i kam dyshimet e mia dhe ta kam thënë, unë nuk kam pëlqim për ty Mateo, ta kam thënë, i kam dyshimet e mia. Nëse ti don me kriju i raport miqësor ose ndaj gjë, ti e merr hapin se ti shpreh që ke pëlqim. Jo me prit unë me shiku kështu tërkon. Unë nuk qikoj e vla, unë jam të e boj lojën time, unë jam të e boj lojën time, edhe për mu je si gjithë lojtar tjerë, ta kam thënë, nuk ta kam dalun e herë për me ardhë me më folë, edhe ka që mos u silë, si kurse ke, ku me di qëfar pëlqimi, kur tër ditën nuk i hedhë syt, as nuk vje me thonë mirë më ngjesja në e gjë, kështu që Mateo të lutem, thjesht mos folë gjana pa lidhje. Është shumë interesante kjo gjëja. Ka çuna që janë shumë të rrallë, si Mateo, të cilët kur po ti mos mi rrotullo ato syt aty se të erdha, pra si Mateo, të cilët kur i kërkohet hapësirë, japin hapësirë mbas edhe më shumë se sa çdo të duhet të jepnin. Dhe duke i dhënë këtë hapësirën, harrojnë të bëjnë dhe këtë gjën tjetër. Tani, nga klipi, kuptuam gjithashtu që ka edhe skenare të tjerëve aty brenda për të futur në mes, si që ishte ai
i Gretës me Juelën. Si e komentoni këtë gjën? Se Juela ndërkohë ka qenë shumë afër Mateos gjatë këtyre 72 orëve dhe duket sikur ka qenë pikërisht prej mini planit të Gretës që të futet një e tretë se nuk i dihet. Atëherë, Lidion, që se unë me shtu një gja, kur një dyshë është e fort, nuk lem vend për i person tretë. Kështu që unë jam person që jam shumë i sigur në vetën time, sa i përket në raport me i mashkull edhe kur nuk bezisem se kush i afrohet ose kush nuk i afrohet. Unë, Juela, kam thonë, është femër single, Mateo është djallë single. Përdesa unë nuk kam gja me Mateo, ta dy janë të lirë me baj histori ose me unë njoftu se me i bërë gjitha gjanat e tyre. Unë nuk kam shkua si me i thonë Juelës mos ju afro Mateos, aja ka drejten edhe lirin e botës me bërë qatë doj këtu mrena me lojnë e saj edhe mu nuk më pengon fare. Mu thjesht regova më pengon fakti që ky shprej pëlqim thot tërkon kam pëlqim edhe cilët e tia kanë qenë gjithmonë ndryshe. Unë kam qenë gjithmonë e stepur se i kam pas dyshimet e mija, tash kam më shumë dyshime, kështu që i kam thonë për momentin nuk du me kriju asnjë lloj raporti se mu janë shtu dyshimet e mija, kështu që nëse ma herët jam qenë, nëse ma herët jam ka në stepur, tash jam dy fish ma e stepur. Lidion, Brigena thot s'pëlqen çunat që të gatuin. Me i than hajde të bëj vezë, thot s'pëlqen. Me i than ma bëj ti vezë, thot pse do ta bëj unë ty? Hajde të rëndësh punën. Okej, dëgjoj. Kurse, sa për do t'japi koment për pjesën tjetër. Shiko, ju vazhdoni të jeni brenda shtëpisë me njëri tjetrin. Kështu që mbase ndonjëherë Mateo, njëri ju duhet të fillojë dhe të lexojë ndër rreshta. Po më shuaj një kuriozitet, a është e vërtetë që ishte Juela që të shtyu për të takuar? Ja. Pra është një Juela më dha një shtys, se pa që unë isha në siklet, por unë e kisha menduar dhe absolutisht do ta takoja. Pra ti e kishe ndarë mendin që do takoje mamin e Brikenës, thjesht Juela ishte aty dhe tha po takoje, apo jo? Okej, qartë. Monika, si e shikon? Do e bëj koment për klipin që pash. Po, më thuaj, po. E kam vënë që Greta her pas here më ka folë për Brikenën, ndryshe nga banorët e tjerë që s'është se kam pas një farë komunikimi se nuk ja kam leju. Edhe më thoshte vazhdimisht, kam thënë që do zhgënjesh, kam thënë që largohet, kam thënë që s'është për ty gjë që unë s'ja kam vënë veshin fare, se veshin asnjëriu këtu për muhabetin që kam unë me Brikenën. Mendon se ka një agent të fshehur? Por nuk e kam prit kurrë nga Juela diçka të tillë. Edhe kur më ka thënë Mateo vazhdo se je lojtar i fort edhe vetëm, gjë që unë ja kam këtë përgjigje thjesht s'ka lidhje, domethënë e kam shmangur temën, dhe edhe ndihem disi i tradhtuar, edhe nuk do ma kishte marrë menja kur, domethënë se e kam konsideruar si shoqe deri diku. Edhe këtë nuk e prisja. Para se t'ja jap fjalën Monikës, Brikena qesh. Monika. Unë po kuptoj që Brikena nuk do të bëhet pjesë e lojës, po e shikon Mateun që e ka një lojë të vetëm. Ja, ta mbaroj, Mateo. Ta mbaroj, mos dhe ajo që unë thash edhe javës, më thënë të shtunën e kaluar, kjo ishte që nuk i fitohet zemra një vajze duke qenë edhe larg, por edhe afër. Pra ti vetiu, brenda vetes tënde ti duhet kuptosh e pëlqen apo se pëlqen Brikenën, vetë si Mateo, dhe më pastaj ti do të bësh veprimet e tua. Unë shikoj një gjë tjetër, që nëse ti e pëlqen Brikenën, në 7 orë që Brikena ndeti me këmbët në akull, sikur si vajte aty afër Brikenës, qoftë edhe për një ndihmë. E para, e dyta, unë e vlerësoj shumë që dole e takove maman e Brikenës, pavarësisht se ty s'erdhi mirë kur unë të thash që ti ke lënduar ata dhe ti kërkove falje mamas Brikenës për të thënë që më falni nëse të kam lënduar. Unë nga ana ime ta them prapë si një këshill që ti duhet ta fitosh Brikenën jo duke bërë skema loje. Ti duhet, nëse ti e pëlqen vërtet Brikenën, ti duhet të jesh vetvetja në marrëdhënien tënde me Brikenën. Edhe në rastin kur ti i tregove publikut që je puthur me Brikenën, që s'ka asnjë gjë të keqe dhe unë ta kam vlerësuar sinqeritetin tënd, por ti duhet ishe i sinqert me Brikenën kur hëngre darkën dhe duhet i thoje Brikena, unë jam pyetur në dhomën e rrëfimeve dhe unë kam treguar për puthje që kam pasur me ty. Pra ti duhet japësh komoditetin Brikenës që Brikena të ndihet e sigurt. Brikena nuk është e sigurt me ty, prandaj dhe ajo të shtyn dhe të largon. Kështu që jo vetëm Brikena, po çdo grua, çdo vajzë në momentin që s'është e sigurt me mashkullin e saj e largon. Monika, të gabosh është njerëzore. Fakti që nuk e kam bërë si temë diskutimi, e kam ditë që do ishte konflikt. Jo, po ti duhet ta diskutosh me Brikenën. Unë edhe këshillat ti pranoj.
Unë nuk po them që unë jam I pagabushëm. Unë ta kam thënë, për mua ka qenë situata e sikletshme. Jo se nuk kam dalë shumë për një moment të afroj Brikenës. Unë të rekomandoj një gjë. Ik nga sikleti. Sillu vetë. Ledioni po do me të bëj pyetje, veç se që ka qenë Juela me mua dhe kam thënë, të lutem shko ke Brikena, mos rri me mua se është vetëm. Të bëj një pyetje Mateo? Po. A do e kishe siklet sikur të refuzonte Brikena, mbasi do e kishe kortegjuar, po themi? Siklet nëse do më refuzonte, s'ka lidhje. Pra, në kuptimin, nëse ti pra fillon të bësh gjëra të cilat reflektojnë pëlqimin, po themi, ku di unë I çon mëngjesin në krevat apo pra gjëra që bëhen, po them kotë, thjesht po skena filmash. Jo nëse s'janë skena filmash, se bëhen dhe realitet. Jo, Ledion, unë dhe Brikena të refuzon, sepse ajo thot unë s'kam pëlqim. Do të e ke këtë peshën e sikletit që kjo po ndodh në Big Brother, po e shohin të gjithë? Shiko, pesha e sikletit, jo, fare, nuk e kam fare sikletin ke kamerat, sikletin e kam mos dhe Brikenën siklet, sikur ajo të mendoj që unë e bëj për lojë. Tu ka qenë e gjithë. E qarë. A mund vetëm të shoj një gjë, Ledion? Atëherë, Ledion, mu nuk nevojitet, do me thonë, mëngjesi në shtrat, se është një gjë që mu nuk më intereson, një person shumë I thjesht. Për mu, një person që thot kam pëlqim, mundet veç edhe një laf, si e, a je mirë mëngjesi, ose a e pim një kafe. Unë jam person shumë I thjesht, nuk ka nevoj me bo gjana tragjike I person për të folë me mu. Po e harroj unë këtë pjesë, e harroj. E kam unë fajnë, e harroj këtë pjesë që ti normal, se unë të kam thonë që nuk kam pëlqim, jam sjellë sikur nuk kam pëlqim. Ti ke thonë ke pëlqim. Ti ke thonë ke pëlqim. E ti u duh mu sjellë sikur ke pëlqim. Jo. A më ke trajtu ti si gjithë banorët e tjerë? Ta dëgjojmë Arbre. Jo. Inshallah s'ke më